Shikues, është momenti për të gatuar super drekën, e lehtë, e thjesht, e shpejt, e shëndetshme. E kemi edhe hudrën, kemi borzilokun, kemi tomatën dhe dy lloje të djathnave. Do të gatuajmë pjatën e famshme të qytetit të Sorrentos së Italisë, pastat alla Sorrentina, pra nga edhe merr emrin nga ky qytet i bukur. Përndryshe si gjithnjë pastat më të mira italiane Garofalo, sot kemi llojin si fjonga, ma faldet të shkurta, tepër të bukura. Përndryshe na janë zi, ja pra, ca ke mundet me i marë, ja pra, i kemi al dente, na janë zi, janë shumë të bukura. Çka nevojitet për këtë recetë? Unë harrova me ble hudër të freskët, do ta përdori hudrën pluhur. Ndërsa ju, kur ta vendosni vajin në fortere, të cilën do ta bëj tani unë me vajin më të mirë italian Monine, sepse kam pshu shpërojtjen më herët, do të vendosim pra pak vaj ulliri, ja, në këtë mënyrë. Ju shkoni me një thelb hudër, e leni për 1 minutë, derisa të zbutet ta lëshon aromën. Nësa dhe do të shkojmë me pluhurin hudrën, hudra pluhur, ja kështu, ta përzijem. Çka do të përdorim tjetër për këtë recetë? Kemi djatin parmezan, djatin për mua më të shishëm italian. Kemi gjethet e freskëta të borzilokut, të cilat do t'i shtojnë ekstra shije kësaj pjate. Dhe patjetër që kemi salsën më të mirë të domateve të freskëta 100% nga Stari, përndryshe gjithashtu made in Italy. Kemi pak gjallë, do të përdorim. S'kisha përdor, po hajt mas e pas nëzira, pështu kur mësohet njeriu shikues, me gjallë, ja, do të vendosim edhe pak gjallë kështu. Dhe këtu kam një copë djath mozzarella, të cilën do ta prejmë në formë të kubzave, sepse gjithçka do të zhytet në këtë fortere, por pasa do të na përfundojnë edhe në furrë për 5 minuta. Okej, gjalpa në është shkri. Momenti për salsën më të mirë. Italiane Star, do ta vendosim ja kështu të tërë. Dhe do ta ngrisim temperaturën e shpërejtit. Okej, salcën e domatës e kemi vendosur dhe me njëherë, pa humbur kohë, do të vendosim edhe gjethet e borzilokut, ja kështu. Cila do t'jep super shije pjatës sonë. Tani do të vendosim pak krip deti, ja, si gjithnjë të shijanës krip deti. Dhe ta përzijem mirë. Okej, tani ju që jeni në shtëpitë e juaja, në temperaturë mesatare, e mbyllni me kapak dhe do të talini salcën, nevojitet aromatizohet, kemi hudrën, kemi borzilokun për 30 minuta. Ne në emision vetëm 10 minuta, sepse s'kemi kohë, dhe pasaj do t'i zhysim edhe makaronat. Atëherë, shikues, ja, salca është gati. Ta përzijem mirë, ja. O zë çfarë arome po vjen, no comment. Tani, çka do të bëjmë? Do t'i marrim makaronat, ja. Makaronat të cilat i kemi zi, ja. Ju thash është recetë që do t'ju shkrihet në gojë, do ta shihni deri në fund. Ja kështu. Ja, pra tani do t'i përzijem mirë, ja kështu. O zot. No comment, s'kom qare, pa e provua, hajde shikus. Ka bombardu. Si borziloku, ashtu edhe hudra. Atëherë, po e ullim temperaturën, 2 shpelon, s'po di që më ju thonë ma ndryshe, sepse janë gati për furrë. Tani do t'i vendosi dorëzat, sepse është momenti që gjatin e mozzarellës ta prejmë në kubza, do të bëjmë një kombinim. Pak makarona, pak parmezan e mozzarella, kështu do ta mbulojmë shtresa. Ja, pra.
Atëherë jemi duke e pre djathin e mozzarellës në formë të kupsave. Ju thash një recetë tepër interesante dhe shumë e thjesht e shijshme shikues. Nuk po e heqi këtë dorë se do të nevojitet, po e ndalim shporetin komplet. Kjo është një tepsi si pjatë shumë e vogël, shumë e lezetshme, dhe njerë mendova që t'i vendosi gjitha makaronat në furr në një tepsi të madhe, por jo vetëm të ftuara, do t'ja lë këto, që do t'jetë tepër e bukur, kështu që një ide për ju, edhe kur keni mysafir në shtëpi. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Do të shkoj me 2 shtresa, tani do t'a shihni. Hajde, ca ke? Ja, pra, ta marrim kështu. Ta mbushim. Mirë. Ja. Tani do të vendosim pak mozzarella, ja kështu. Ja, shkojmë. Dhe të vendosim parmezan, sipër, ja kështu. Nga pak parmezan. Dhe do ta mbulojmë sipër përsëri me makarona, ja kështu. Ja kështu. Dhe përsëri pak mozzarella. Krejt për fund, edhe një shtresë parmezan. Ja, pra. Atëherë, kjo është pjata alla Sorrentina, pasta alla Sorrentina. Do ta fusim në furrë në 180 gradë për 5 minuta, vetëm sa të na shkrihet mozzarella dhe pastaj të na bëhet edhe djathi bashkë me parmezanin krokante, një pjatë e bukur, e shijshme, e thjeshtë, e shëndetshme, shumë e shpejtë. Ja, ta fusim pa humbur kohë në furrë. Po, e mbyllim furrën. Wow! Një sekond. Ja, pra. Wow, Ana. Wow. Evliana, eja këtej t'ludha? Mozzarella, parmezan, borzilok, hudër. Makarona që për veti, si gjyna, si shtina në fushë shikusere. Wow. Ja, pra në qofë se do i kishim servu nga tenxherja, dhe ja dalimi pastaj, O, sa bukur si të lazanja. Ana. Kjo është e jotja. Faleminderit, për ti ke dur të harta. Hajde vesh një provoje, hajde vesh një sa është e nxehtë kanë. Sa është e nxehtë, sikur zaj. Pja vjedhë shikusedore një, hajde, për ta vjedhë një, a bën? Ja, pra si është kri mozzarella. Ja. Një sekund, hajde. Se mure mozzarellën. Crunchy. Crunchy, apë. Crunchy edhe, ja. Hajde! A më shen? Kuku. Ja, shkoj. Hajde, a provoj. Shumë e mirë.